A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vazhdojmë me derset Mizraqli il Mihali. Inshallah do dalin më në internet se kom iden si do duken. Ama për çdo ditë ka një video inshallah, derisa nuk do jemi këto, të kijet për xhamatin apo. Ka 17-20 minuta për afërsisht, bash para iftarit. Bash para iftari, janë qetësu njerëzit e presin iftarin, majrot në gjojnë Mizraqli il Mihali, ka bereqet ki libër. Pika 35 ishte e funta, tash pika 36. Një njeri, me thanë këshu, stakfirullah, është ma mirë t'jesh i krishter se sa t'jesh jahudi. E në këtë ulemat e kanë konsideru si kufër, se duhet me thanë këshu, t'jesh jahudi është ma ketë se sa t'jesh i krishter. E mira, khajri, për një fe të gabuar, nuk mund të ngjitet. Mirë po, hoxha unë qatë njetë e kom pasbe, me atë bindje kom të tamon. Atër nuk është kufër. Ama me besu se është diçka e mirë me qenë krishter. Tash gjene sot katastrofë janë punët. Në për shkolla të rritë ashtu besojnë. Feja islame, po t'i flasish si pas doktrinës islame, nuk si pas hakikatit flas. Një hakikati është një. Feja është një. Hazreti Isa ishte pejgamber, këto e prejshën. Edhe ja vunë emnin krishterizëm. Hazreti Musa ishte pejgamber, ja prishën, mbeti jahudizëm. Ta shto janë fe të prishura. Nëse mendojsh se edhe ajo është diçka e mirë, prandaj thom, atër ma mirë është t'jesh krishterë se sa jahudi është kufër, në këtë njetë, e kuptojmë apo? A e kuptojmë këtë? Inshallah të kuptojmë. Pika 37. Një person me thënë këshu, mama e roti është qafir se sa ti është tradhtar. Kjo është kufër. Ma mirë me qenë qafir se sa me qenë tradhtar. Kjo nuk do të thotë se ma e roti është tradhtar. Gjajti se ndi njëtë është. Ama prapi thush diçka e mirë fjales kufër. Pika 38. Një njeri nëse jep sadaka me haram, paret nga ku e diku, jep sadaka me haram dhe shpreson se vape pi asaj. Dhe fukaraja që i ka marrë ato pare, nëse e din se ato pare janë haram pare, bingoja e ka kap njerin, e në kitë Macedonia e din se çki filani e ka marrë, e në ki shkon ato pare të bingo si aqon dhe kujt sadaka. Edhe ky që e jep e din, edhe ky që i ka marrë e din se janë haram. Dhe bën dua Allah i razi, Allah i sevap, të dy të bojnë qafir. Pse? Shpresojnë sevape dhe përdorin Allahun në lutje për diçka që është haram. Kjo është një lloj si me i tha një njeri, Allah i razigji më dhaje një litër raki. Allah i razigji bënëm zina, estakfirullah. Qa duhet me pas? Kujdes. Nuk ka me zina kjo, po të vakalzoj një rast. Në Bagdad një vakët, ka hip popullsia e grave shumë. Pse? Luftna, beteja, kanë vdek shumë bura. E në valia i Bagdadit, kryetari i Bagdadit, sjell një vendim, thot minimum, çdo burr do martohet, minimum me 2 gra. Ka pas një musliman i mirë, gruan e ka pas shumë xheloze. Kjo thot nikako, s'ka shansa, nuk bëj, nuk la, nuk bën. Thot move se dëvejnë policijat në maret, në dënoje, në vrasim. Ani dhe thot hinë burg. Shut nuk të martohesh me ditën. Gjitë zaman këti muslimani i vejnë një ide. Thot atë bëjmë këshu. Tanë muhal ka një grua e plakësht. Edhe ma anë plak. Moti ka mbet pa burë. Qatë vesh në dokumente ta registrojmë si e bëjmë këto në kurbeqarët. Me letra, sa ta shofe shteti se une i kam 2 martesa, mo hinë burg. Tamam. Kjo gruja e bon njësa, thot, po be kjo në moshës. Hajde atër, tamam. Martohen. Shkojnë te imami e bëjnë një qahin, mirë po tash duhet me marrë në shtëpi, apo? Me marrë në shtëpi, hajde me erse erdhe, me erse gjetëm. e merr në shtëpi dhe ja tregon që kjo është dhoma jote, që kjo është dhoma e gruas teme.
dhe hyn tash me një dhomë bashkë me atë grua plake dhe kur del, ajo plaka del tu çalu e tu ja bo Allah i razi. Roft valia, roft kryetari ja ka po. Pika 39 që ju që keni ardhur në mezhlis. Një njeri me thanë, s'kom punën e në për mezhliset hoxalarve. Gjilipi unë agje. Gjide bëjmë atje. S'ka dë një dobi aty. Hoxalarët që të muhabetet e njëta i përmendin, ulemat kanë thënë se është kufër, se është talje me fen islame. Ose me marrë një qitab të fikut sidomos. Për çdo qitab të fes islame vlen kjo, po sidomos të fikut. Sidomos të fikut hanefi. Me marrë dhe me hu dhanë është thot, gjobe kjo është kufër, tamam. Po haj sot këtë ndoshta me veprim nuk e ka bo as njani. Po në ditë ka 8 orë me imsu librat e tjerve në shkolla. Dhe as një herë mo e hapish një libër të mezhebit hanefi dhe ta studiosh. A nuk hyn njëtën situatë kjo? Të paktën në bindja nuk reflekton e njëta gjë? Mësojsh fizikën, mësojsh kuantumin, mësojsh muantumin, mësojsh medicinën, mësojsh këtë. Kur vëjmë puna për fikun e dinit tant, fik do të thot, ta mësojsh shka o halal, shka o haram. Ta mësojsh nikahin, ta mësojsh abdesin, ta mësojsh guslin, ta mësojsh namazin. Këto hiç nuk i merr ndorë njeri. Po ha e ke fuk kështu, të njëtën tande me zemër e ke fuk anëshat. Gjobe kjo kështu. E në kur e përmend ma pa hoxha në një qitab mezhebit hanefi, për shembull Kenzu Dekaik, gjobe kjo ja bëna po. E normal, me George Orwella, Dan Brown si ta kalush një rini, ma pa kur vejmë puna një Kenzu Dekaik, një Bahru Raik, nuk e din gjë, nuk e ka idenë bile gjë. Kush janë këto? Kitë sot neve muslimat. Të paktën neve mbindje nuk jemi ashtu se këto qitape s'kajnë vlerë. Ama ma para ka qenë kjo bindje. I kanë gjë këto qitape. I kanë burgos hoxalarët që kanë pas kësi qitape. E në fmite atyne të pas vdesin bashkë me babalarët e atyne, hiç me këto libra për qitapi se të në veje sërbit në burgose. E në mapa, hajrësës calë. Normal se hajrësës. Të adesh t'i resh babës dik, më burg t'ish me babin tëndë. Këto libra kujt ja lave? Ja lave në bas 5 breznave të vajtë një volejbolisti mare këto libra. Qashtu është? Ka bodo njëni dua pi agjenalt, dhe një stërgjysh, në çudit është ma pa, pi ka mërë dhe unë të bojmë hoqë. Po se kanë hak këto libra. Këto libra duhet lexohen. Këto libra duhet shfletohen, se dëkush i hodhi anësh, vën njerin bas 100 vjetë i mbleth. Allah ja rabi në ishtom atë për këto libra ati gjejmë, anë e mbanë botës. Nuk ja bëj kësha mbas. Këto i mbajnë kamera, këto i mbajnë qeftës. Këto janë altanat e mëj. Tamam, këto për mu janë altana. Ndarsëm, gjalitem, ose unë u martova. Nuk të mbini lira në altan e ku e diqka. Nëse kje dhe një liber të vjetër që ashtu të mbish. Nuk më duhet vallahi, billahi, tallahi. Bije boj, ha? Ma shamë se altani i du që këto libra. Nuk ka të shmim dinja që mund të mashtroje të ndroj një liber për kësaj me dhe një pare. Ska, tash për tash që këtë bindje, kam Allah ja rabe i maruj. Ska të shmim dinja, vesh më dhe një smundje, zotin arrujt, dhe një operimi mas, zotin arrujt, Allah i narujt. Pizorti më, dhe një çmim kështu për qefit, mashtrojmë, një fletë të që këtu në qitapeve të ndroj. Ska. E tash dhe njënit vaj që këtë liber mu të ma fuge. Gjobe kjo. Kufër, qafirje, shumë thjesht. E i kanë fugë në vakët këto. Një njeri, nëse është në hasëm me dikë, themi së numore vesh për banesën, për shpinë, për fushën, katastër, matastër, gjën këto lafe. E në i thush njerit, eja të shkojmë të një hoqë, si pas sheriatit të ndajmë këtë pasuri. A i thot, gjim duhet me mu hoqëa, hetë shkojmë të advokati. Si pas ligjeve të dëkuj qeter. Jo si pas ligjeve të Kuranit, po si pas ligjeve të Francës. Si pas ligjeve të Zvicrës. Tamam, jetosh në këtë shtet, ama në botën qeter s'ki e dërgjaf, s'ki e shtet, s'ki e vendbanim. Do shta dë fitosh ma shumë në këtë dynja, këtu zakonisht gratë mashtrohen. Allahu Teala gjemve, burrave jep di hise, vajzave, një hise jep. Kur vejnë puna, vdesin pleqt, dun të bëjnë me dërgjafi, thujnë, si pas shtetit. E bësh me shtet, tamam, botën qeter s'ki e shtet.
s'ki e shtet. Gram, centimetër të xhenetit nuk kije. A e njëjta teze ose nan ose hall bën hatme në çdo xhumë ta bie letrën atë. Kom bo hatme. E çon nejpin e vet, t'ja hapi shodës hatme kom. Se unë duhet hatmen e kësaj, ti thom Allah i ka bull. An çat hatme që e ka bë thot se li rijali si ishte? Li rijali mithlu hadhil unthayn. Li dhekeri. Për mashkullin ka 2 hise sa ka femra. Li dhekeri mithlu hadhil unthayn. Një mashkull ka hise sa 2 vajza. Kjo nuk e pranon këtë, apo atë Kur'an e lexon e ne shpreson se vape nga i Kur'an, mshtinën e mund gjina, unë duhet të them Allah i ka bull. Ha? Medit fix. A do quhet? Se ne hoxha bon kufër. Allah i na ruaj se dim. Një njeri nëse përdor një shprehje pe këtyne që i përdorëm, që i përmendëm, 40 i kemi përmend deri tash. Nëse përmend një fjalë të kufrit një person, dhe tjetri ka fillon të qeshe, edhe ai i pari, edhe ky që qesh, bëhet qafir. Duhet me pas shumë kujdes. Një njeri, nëse thot, nuk ka vend bosh pa Allahun xhelle xhelalu. Allahu është gjithkund. Edhe kjo është kufër. E ne me thënë Allahu është nalt, e ne me thënë Allahu është gjithkundi, është problemi i njëjtë. Një njeri me thënë, shpirtnat e njerëzve janë gjithkundi. Shpirtnat e njerëzve janë gjithkundi. Shpirtnat e hoxhallarëve tonë janë gjithkundi. Edhe kjo nëse besojsh ashtu njëtë si Allahu e në ato din gjithçka, edhe kjo është kufër. Tamam. A nëse e ki e shahid, si thot Allahu Teala, ata janë të gjallë, nuk janë të vdekur, ata mund të lëvizin rrezullin toksor. Me atë niyet, ndoshta po. Ama kështu përgjithësi, ke shpirtna din gjithçka, ku e diçka gjyshim së gjyshen e pash në ëndër, ajo din këtë xhojat, si muhabete, jo se është rrezik. Një njeri me thënë, unë nuk njoh sheriat, është kufër. Që aty në ndodhi. Që aty në ndodhi. Mendon se ka ligje në këtë shtet, nuk ka ligje në Kur'an. Normal be këto ligjet e shtetit që jetojmë, i respektojmë në zbatim. Semafori i kuq, të ndalesh. Diqon ke qel, tatim, ujtit, smet ka gjion ato, vodi gjion këto, prevo, si thushim me? Porezi, i strujës, i kësaj, tamam. Dusht kesh uj, dhe pagush tatimin e ujtit. Në regull, smetkën që i thunë, e rrymës, këtë dhe i pagush, tamam, respekt. Mirë po, tatime që i marin ka 18% ka sa i marin. Mirë po, mos beso se që ajo është e vërteta absolute që donë edhe Allahu xhelle xhelalu. Allahu donë qëtër tatim. Allahu donë 1/10 të amare. Shteti. Islam. Allahu donë zeqat japish 1/40. Këto gjikali dhe në kjo zeqat. Pse mu e quj zeqatin njëtë me njëse që e ka caktu një njeri këtë liqë. Se zeqati është diçka tjetër, është ibadet dhe ka kushte, deri sa duhet kjesh pasuri për dhanë dhe kujt mund t'i japish. Do me thanë një vendit që nuk i dihet, një institucioni nuk i ipet zeqat. Ata i tatimet japi shtetit. E kush o pronari asaj nuk o një person. Ate zeqati duhet jetë person. Duhet shkoj filan, fukaraja duhet t'a pranoj atë. E kështu me rast. Te i boni këto tatimet, këtë dakord, mos e quj me zeqatin njët. A je quj njët. Thë mobe se si pas sheria, leve sheriati thot ta prese dorën. Sheriati thot si ta kesh qëllam një femën, të ta qese sejvin. Gjion këto muhabete. E dini shka këto muhabete? Kufër janë këto muhabete. Ai njeri s'ka iman, s'ka një qah, s'ka kur gjë. Allahi i udhëzoft të njerëz. Allah i udhasht iman këtine njerëz. Nuk janë vetëdijshëm se janë të lutë me zjarin. Duhet t'i matim fjalët, të kemi kujdes kur flasim për diçka fetare. Sidomos nëse një hoxh e kia aty e thot kujdes se unë tash do ta mësoj se gabim e dish. Ja, kufër, qafir. Atër, a dhe mundohesh atë me njerë largu u pi gjahilve, Selamu alaikum bile mos i thuj kom pot, une shkova. Tamam. Një njeri nëse thot kështu, Ademi a.s. mos e kish hangër atë pemë dhe kishim shpëtu. E nënshmove një pejgamber. E nënshmove caktimin e Allahut. E ishte sebepi që të krijohet kitë kjo dynjaja, dvin, njerëzimi tjetoje,
në këtë dynja. Mirë. Një njeri me thanë kështu: Ademi alayhis salatu wassalam ka qenë roba qepës. Atër ne qenë kemi gjemë të një roba qepsi. Stakfirullah. Tamam. Ose në një pejgamber qëtër themi pejgamberi alayhis salatu wassalam është marrë me kafshë, apo ti thush pejgamberit çoban, stakfirullah, la ilaha illallah muhammedur rasul. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Asnjëherë hasha ve kella. Ne themi ne qenë kemi ummeti i çobanit, stakfirullah. Nëse një njeri bën një gjuna të vogël dhe ati i thot dëkushi, bën teube, ai më thon pse xhibona, nuk bona diçka? Gjuna ke bo. Mos e nënçmo gjunahin. Ani mos e nënçmo atë urdhër të Allahut me i hik gjunafit. Se gjunafin atë haramin si gjunaf duhet ta nënçmosh. Hik piso kjo, largo pjasa. Veve se nuk ka diçka? Hallki çka bën? Fëmijët e qerve çka bën? Me leveti, babën e kije takva, muslimani majra, i don tajtë të çofe muslimani pastër. Babën thash ama gjeneratat tona të kundërtën. Ti ke dash ti hikish, ai të ka thonë pse be nuk o dëni se bone. Nuk o dëni se bone për vitin e ri. Nuk o bedëni se festoje. Du jesish pa marta. E në këtë ja thujnë trive. Unë këtë pika e dhe i këtë muhabet, unë me trejt kam punë. E në halan nuk kam has dëni i ri të kjetë problem që këshu. Hoxho, thuj be babit tem se më ngren namaz nate. Thuj be babit tem se don të alishoj mjekrën e gjatë. Thuj be babit tem se don të më shofe me tërlek. Jo, kitë kundër të në kësaj. Thuj be babit tem dëni se du të fali namaz për më bëhet penges. Së në lishoj mjekrën shkaku i babit tem. Qitë e bëhet hali. Qitë e bëhet hali. S'kandet me hoxalan rini për qatë. 2 persona nëse zihen, shembulli 48. Nëse zihen 2 persona dhe njëri i thot atij tjetrit, hajde të shkojmë te dëni hoxhë. Ai na tregoje nga Kurani, nga Suneti, me dijet na tregoje, ai thot ku më intereson mua çka thot hoxha, kjo është kufër. Shomi ngjan asaj parës. Një njeri, pika 49, nëse i parashtrohet kjo pyetje, pe ku e kje preardhjen? Cila është feja jote? Në akide mezheb kë e kje? Në amel mezheb kë e kje? Edhe ai nëse nuk din t'jape xhevap, është një lloj si një krishter apo një jahudi që jeton në shtetin e Islamit. S'din se është musliman. Dhurjet, ne jemi nga dhurjeti Hazreti Ademit. Ne jemi pasardhësit e Hazreti Ademit. Millet, jemi milletin e Ibrahimit a.s. edhe Muhammedit a.s. Millet do të thot fe. Jemi nga feja e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Në akide mezheb e kemi Imam Maturidin. Në amel mezheb e kemi Imam Ebu Hanifen. Dersi i par i Mizrakli il Mihalit është xhevapi i kësaj pyetjes 49. Akidja dhe mezhebion është duke titulli. Një musliman i mirë, përgjigja e parë, llafi i parë që duhet ta mësojë, unë jam nga dhurrieti Hazreti Ademit, jam nga mileti Ibrahimit, nga sheriati Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Në akide jam Maturidi dhe në mezheb, në amel jam Hanefi. Tamam. Një njeri nëse i thot një harami halal, është qafir, do me thonë është kufër. Si për shembull diçka që dihet 100% se është haram. Rakia dhe mishi i derit. Ama në detaje s'ka ditë diçka se që ato emulgatorët ku e digji janë haram, atër normalisht se nuk është kufër. Themi ka do kroasana, ta e dish se mbrenda përmban alkohol, e në njeri thot në be halal është kjo kroasan. Nuk mund të thush qafir se emulgatori 453E është kufër, është haram, u bën qafir, normalisht se nuk i thuhet. Mirë. Pika e 51. Një njeri që nëse e përdor Kur'anin mes bisedës për të bërë një shaka, për të bërë një shtos, Kur'anin ta përdore. Kur'anin ta përdore. Themi bon krahasimet librave, aty tak e shtin edhe Kur'ani Kerimin për të kanë ma komik, ma interesant.
Kurani ka hyrmet, njëjtë vlen edhe librat e hadithit, edhe librat tjera të fesë islame. Një njeri, nëse këtë përball që e quajnë Yahya, e thirr çkshu, ja Yahya, khudhil kitabe, o Yahya, kape kitabin. Ulemat kanë thënë se është kufër, se tallesh me ajeti kerimen. Allahu Teala thotë, ja Yahya, Hazreti Yahya si thot, kape këtë kitab me fuqi, kitabin që të jap tyje, si pejgamber. Në tej tash me atë ajet bëj shtos, o Yahya, hape kitabin, kape kitabin. No? Ose një shoku jonë në medrese e kishtë emnin Gufran, edhe në disa e thirshin Gufran e ke Rabbena, u i lejke l-mesir, të amen e Rasulu që kalon. Gufran e ke Rabbena i lejke l-mesir. Hoxha kur e ngjoj këtë, aq me zat nalt në ka qortu, tha, kjo mund tjetë kufër, tha, ajetet nuk përdoren për të thirë një qetrin, si shokun, të shokun e therish me shtos, shokun e therish për qesh, apo? Prandaj ajetet, apo Kurani në përgjithësi, nuk duhet përdoret për shtos. Mirë, me këtë mund të ambarëm edhe këtë pjesë, dhe vazhdojmë me pjesën tjetër. Velhamdulillahi Rabbil Alamin.